Mirë se keni ardhur në program, miq dashur, ju përshëndesim që të gjithë vazhdore tani 7:52 minuta e 42 sekonda siç e kam përpara. Jam këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën, Lorin, unë quhem Blendi. Ky është klubi i mëngjesit. Ne duam njoftojmë të gjithë ata të cilëve mund të ketë mbetur hatri nga lajmet skiç, se lajmet skiç janë thjesht humor dhe satir miqësore me të gjithë. Prandaj quhen skiç. Prandaj quhen lajme skiç. E dini çfarë ka ndodhur? Altin, a kemi aty? E ke për kollaj që ta lexosh pak? Lajmin vet. Po e kam. Okej. Dje kemi pasur një lajm skiç në klubin e mëngjesit, mund ta gjeni edhe në faqen tonë në facebook.com/ klubi i mëngjesit edhe në klarfm.net. Për ata që ndjekin zakonisht emisionin tonë, dinë që ne bëjmë ca lajme skiç. Dhe personazhet që ne kemi ngacmuar në lajme skiç nuk kanë fund. Çim Peka, Sokol Balla, kryeministri Berisha, Ed Rama, kolegët si Eno Popi, Dimitar Gjoka, Ledioni ka qenë në lajmet skiç. Ku ti undash? Njerëz ndryshëm. Dushje. Gjithë. Po kemi pasur personazhe që ju i njihni ne i njohim, po që bëhen her pas here personazhe të lajmet skiç. Ato janë lajmet që ne i thurim vet, nuk janë të vërteta sigurisht. Kuptohet. Por kanë një dozë humori atje dhe shkaktojnë disa buzëqeshje apo të qeshura tek dëgjuesit dhe kaq është i gjithë qëllimi i tyre. Po me sa duket edhe inatë tek vetë personazhet. Asnjë vit ankohet dhe duhet ta themi, as tani nuk kemi në njëri që na ankohet, por kemi marrë vesh që Roberti ka mbetur hatri shumë nga lajmet skiç, pafund. Sepse ka menduar sikur ky është servirur si një lajm i vërtet. Po. Sikur ne kemi thënë që kështu ka ndodhur megjithmonë. Realisht dhe lajmet skiç janë humor. Është si një sketch në portokalli. E vërtet. Vetëm kaq. Fillon këtu dhe mbaron. A mund ta dëgjojmë? Mund ta dëgjojmë se cili është lajmi i skiç në fjalë që ka shkaktuar reagime? Do e lexoj. Kanë quajtur provincial, batakëshin, njerëz që njohin prezervativin nga Çumçakiza. Nuk e di se ku i ka bërë këto deklaratat, por unë ju betohem që prezervativin nga Çumçakiza nuk e ngatre. Asnjë. Okej, gati? Po e lexoj pa muzikën apo me lajm? Mund ta lexosh si duash, po ky është lajmi që ka shkaktuar kaq shumë reagim, për cilin na vjen keq realisht, por është pak humor. Miqësor. Robert Alia dhe stafi vidhen gjatë xhirimeve të 3x1. Robert Alia dhe stafi i tij i programit 3x1 pësoi me të vërtet keq këtë fundjavë, kur u vodhën paq nga një grup romësh në qytetin e Përmetit. Jemi në Përmetin e mrekullueshëm, të qetë dhe shumë të pastër, po thoshte Robert Alia para kamerave, ndërsa ishte i rrethuar nga një grup fëmijësh rom që këndonin dhe kërcenin rreth tij, ndërsa babai i tyre vidhte valixhet në makinën e grupit realizues. Jam i rrethuar nga këta njerëz të mirë dhe mikpritës që i hapën sot çadrat dhe kasollet e tyre për ne. Bravo Përmeti, jala me qyteti, vijoi zoti Robert Aliaj për kamerat, ndërsa një vajzë vogël faqekuqe ja përlau orën nga dora. Të nesërmën në mëngjes, grupi realizues i 3 në 23 u zgjua i droguar buzlumit të Vjosës, pa makinën, pa rrobat dhe pa asnjë memorie të ngjarjeve të një nate më parë. Është e gjitha. Nëse do ishte ankuar, dikush do ishte qyteti Përmetit, që ka dalë. Nëse do ishte ankuar, do ishin romët që thanë që do thonë si me ose komuniteti rom. Se ky është një lajm që ofendon që të gjithë. Komuniteti rom, qytetarët e Përmetit, thua.